zgjedhjeve lokale në Mitrovicë. Çfarë në kupton befasi, do të jetë në favorin e juaj mos kandidimi i Bedri Hamzës? Sinqerisht, unë kam shumë respekt për kryetarin e tanishëm zotri Hamza. Nuk merre me kandidaturat e partive tjera, sepse është në domenin e partisë që të përcaktoj kandidaturat për kryetar komune. Sinqerisht, që nga 10 shkurti, përvoja e 9 shkurtit dhe zgjedhjet e 9 shkurtit më kam bë të mendoj që mos të merrem me kandidaturat e tjera, po të merrem me vetveten. Këto përçarjet e kaluara na kanë treguar dhe rezultatin e 9 shkurtit në Mitrovicë, na kanë treguar dhe rezultatet e zgjedhjeve të më hershme në Mitrovicë. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse sot jemi bë bashk, jemi besatu për një qëllim të vetëm, që ta bëjmë një LDK të fortë në Mitrovicë. Cili është pakti, në fakt, mes juve? Unë e thash, pakti është që unë jam kandidat për kryetar komune, zotri Kamberi do t'jetë barci listës. Dhe lista e kandidatëve do t'jetë e kombinuar, nga nga të gjithë ata LDK-ise, edhe ata që të paknoqërit, edhe ata ka qenë LDK-ista, janë rrugovista, kanë kontribu në LDK, unë nuk jam mohoj kontributin asnjërit në LDK-n e Mitrovicës. Mirë po, besoj që kemi bërë një punë të mirë, besoj, unë e prapë tham jam një njeri pozitiv, jam një nga përvoja më ka mësuar që puna ekipore të sjellë rezultate. Nuk më duhet unë të zgjedhem kryetar komune nëse ekipin përmbas, nuk e kam ekipin mbas. Unë besoj fuqishëm që ne e synojmë ballotazhin, po prapë theme, nuk e kemi qëllim mandatet, sa kemi qëllim që t'ia kthejmë integritetin, besimin edhe shpresën qytetarëve, sepse sinqerisht edhe këto zhvillimet e fundit i kanë bërë qytetarët që të humbin besimin në përfaqësuesit e tyre politik. Synimi pra fillestar është që ta siguroni eventualisht ballotazhin në Mitrovicë të ju. Gjithsesi, ky është synimi jonë. Jemi të bindur me një punë ekipore, me një program, edhe këtë duhet ta potencoj kushtrim, që nga 10 shkurti unë e thash që kam nisë përgatitjet për zgjedhjet lokale, me ekipin tim jemi duke bërë më të mirën, jemi duke dalë në çdo lagje, jemi duke marrë një anketim se me cilat probleme ballafaqohen realisht qytetarët në baza ditore, duke marrë parasysh se nivelli lokal më shumë ka të bëjë me menaxhimin edhe me shërbimin ndaj qytetarëve, më shumë se sa qeverisja qendrore. Kështu që unë marr në baza ditore anketime se me çka ballafaqohen problemet, me çfarë probleme ballafaqohen qytetarët tonë, dhe këto përgjigje që i marrim gjithsesi do të jenë pjesë e programit tim. Ju garantoj dhe ju siguroj që LDK-ja në Mitrovicë moti nuk ka garuar me ndonjë program më të pasur, më gjithë përfshirës, i cili i jep zgjidhje, i jep përgjigje çdo problemi të qytetarëve të Mitrovicës. Si ka qeverisur në fakt në këto 4 vite PDK-ja, konkretisht Bedri Hamza, dhe çfarë duhet të ndryshojë në Mitrovicë të ju? Çfarë të themi, në përgjithësi ka probleme.